Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin ton Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë rreth personazhit më të komentuar të këtij Big Brotheri që vazhdon akoma, Brikena Selmanit. Tani nuk dua të flas për marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos, por dua të flas për marrëdhënien e Brikenës edhe kunatës së saj. Ju e dini shumë bukur që Brikena edhe kunata e vet patën një lloj kacafytje, le ta themi, publike, ose të paktën kështu u lexua tek publiku shqiptar ku Casey Bori, motra e Mateos, gjuante me thumba nëpërmjet këngëve Brikena Selmanin. E ftuar në një nga emisionet në Top Channel, She's on Top, Casey foli që nuk ka patur gjë me Brikenën, nuk ka thumbuar nëpërmjet këngëve dhe videove së postuara në TikTok Brikenën, por i ka bërë videot për qefin e saj, domethënë për t'i postuar në rrjetet sociale të saj. Kjo ngriti dyshime të shumta, ka patur hamendësime të ndryshme, sikurse marrëdhënia e të dy vajzave është shkatruar, sikurse marrëdhënia e të dy gocave nuk është në gjendjen më të mirën të saj dhe të dy kunatat që në fakt Casey priste Brikenën me buketa të bukura, me lule madhore, me surpriza në Tiranë, u shkatëruan dhe u prish e gjithë kjo gjëja e bukur. Në fakt, Casey ka rikthyer Instagramin e saj. Ju e dini shumë bukur që në një periudhë të gjatë kohore, Casey bëri deaktiv Instagramin, në të cilin kishte qindra mijëra ndjekës, domethënë ndjekës që i krijoi që në kohën kur Mateo ka qenë pjesë e spektaklit Big Brother. Këtu u rritën edhe dyshimet, këtu u ngritën edhe pikpyetjet, çfarë ndodhi me Caseyn, pse hoqi Instagramin, a është edhe kjo mekanizëm marketingu që të ngriten pikpyetjet e publiku, por gjithsesi Casey nuk pati asnjë sqarim, bëri rikthim përsëri të Instagramit të saj. Edhe këtu vazhduan, domethënë, polemikat e tjera të ndryshme se çfarë ndodhi me Caseyn. Në të vërtetë, Casey ka rikthyer Instagramin po se po, por ka filluar që të ndjekën në Instagram Brikenën, Mateon, ashtu siç në fakt e ka patur më herët. Ajo ka bërë siç duket edhe pastrim të followersave, sepse ka patur, mbaj mend unë, diku tek 22.000 followers. Tashmë i kanë mbetur 11.000 followers në Instagram, që tregon domethënë që ka bërë një pastrim, por kjo tregon që Casey ka një raport shumë të mirë me Brikenën, gjë të cilën unë e kam folë gjithmonë, që domethënë mund të ndodhë gjithçka, mund të ekzistojë gjithçka, por prishje mes familjeve nuk ka. Tani, nëse ne do të përdorim logjikën e thjeshtë edhe do fillojmë që të analizojmë, do nënkuptojmë që asnjëherë nuk ka patur raport të shkatruar mes Brikenës edhe familjes së Mateos. Domethënë fotografia e postuar me vjerën e saj, që e quajti mbretresh, mbetet që të jetë akoma mbretresh, se po të kishte krisje familjare, po të kishte hidhërime, po të kishte hatërmbetje, Brikena nuk e ndiqte Casey në Instagram dhe Casey nuk e ndiqte Brikenën. Domethënë, e gjitha kjo gjëja që po ndodhen, që Brikena nuk poston këngën e Mateos, që Brikena nuk hedhën foto me Mateon, që Brikena nuk ndan foto me Caseyn, etj, janë mekanizëm vetëm për marketing, që ato të shesin veten e tyre dhe ato të jenë sa më të klikueshëm. Në fund të ditës, marrëdhënia është shumë e mirë, raportet janë shumë të mira dhe gjërat janë pikërisht ashtu siç ndodhen menjëherë sapo Mateo dhe Brikena dolën nga Big Brother, që domethënë u munduan që të respektojnë momentin e tyre, u munduan që të respektojnë çastin e tyre dhe u munduan që të kënaqen sa më shumë me njëri tjetrin. Edhe pse Brikena nuk e postoi këngën në story, kënga nuk është e Mateos, domethënë është kërkuar nga televizioni Top Channel, që të punohet kënga në Top Arena, sepse Mateo kishte shumë ndjekje dhe kishte shumë dashuri të publikut dhe vazhdon ta ketë, dhe tëra kjo është një mekanizëm, domethënë nuk ekziston asnjë gjë e keqe kundër Brikenës, kundër Caseyt dhe kundër familjes së Mateos, ashtu siç në fakt përfliteshte më herët. Domethënë të gjitha këto që ndodhin janë thjesht çështje marketingu.